Një shtëpi bari është zbuluar në Laknas të Tiranës nga policia, e cila njoftoi se finalizoi operacionin e koduar Llamba për goditjen e një rasti të kultivimit të kanabisit në ambiente të mbyllura. Në prangat e policisë kanë rënë dy vëllezërit, Shkëlqim Matraxhi, Fatmir Matraxhi, 38 dhe 28 vjeç, si dhe punonjësi OSHE-s, Endrit Paja, 29 vjeç, që nuk kishte kallëzuar vjedhjen e energjisë elektrike me të cilën kultivoheshin bimët narkotike. Në akuzë u mor dhe babai të dyshuarve. Policia shpërndau edhe pamjet e operacionit, ku më syn në shtëpinë e barit të pajisur me mjete më të sofistikuara për kultivim, teksa gjeti edhe drogën e mbjellë dhe një sasi të paketuar dhe përpunuar. Sekuestrohen lëndë narkotike dhe pajisje elektrike të përdorura për kultivim. Të dyshuarit akuzohen se kishin përshtatur banesën për këtë veprimtari kriminale. Punonjësi OSHE-s po hetohet për shpërdorim detyre, pasi nuk konstatoi lidhjen e paligjshme të energjisë. Gjatë kontrollit të banesës, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 20 bim narkotike kanabis sativa, rreth 60 cm të larta, një sasi me lëndë narkotike kanabis të përpunuar, 5 llampa speciale për ndriçim dhe ngrohje, 2 filtra për pastrimin e aromave, 3 ventilatorë freskues, 2 pajisje për matjen dhe rregullimin e temperaturës dhe pajisje të tjera elektrike të përdorura për kultivimin në ambiente të mbyllura.